Në këtë ditë të bekat të Gjumas dhe të Ramazanit, bashkarisht kështu si jemi, ja qojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallami. Allahumme salli ala Sejidina Muhammedin wa ala ali Sejidina Muhammed. Ati dhe familjes të ti të pastër të ndershme, ashabve, tabiinve, etbaj tabiinve dhe gjitha tyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do të ndjekin në rrugën e ti inshallahu ta'ala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër, sot zgjoda bashkarisht të diskutojmë çështjen e shpëtimit. Bashkarisht të diskutojmë mbas normal si gjithmonë, mbas të ajeteve kuranore, mbas të ajeteve të cilat janë burimi kryesor i ligjëratave tona, siç kanë qenë, do të jenë deri në fund inshallah. Sa të na jap Allahu i madhëruar imër, sepse Allahu në Kur'an vetë ka thënë në 2-3 vende, ka thënë që ne nuk kemi lanë gjë në Kur'an pa përshkruar dhe pa përmendur, edhe pa përfshirë. Imagjinoni tash, kjo është fjalë shumë e madhe, më thonë është shkencore, është filozofike, është poetike, stilistike, jashtëzakonisht të lartë, është humaniste, më thonë Allahu në Kur'an pas ka përfshirë çdo gjë. Keni parasysh? Ajo që pa aftësitë tona si dietar, si hoxhallar, si studiues, si hulumtues, që ne nuk kemi aftësi deri në atë shkallë të thellohana, keni parasysh ato zhytësit në det që hyjnë, zhytësit, i dini zhytësit, ato hyjnë aq sa kanë përgatitje, ma thellë nuk mund shkojnë. U mundua para 2-3 vjetëve që jo anija të i depërtoja të shtresat më të thella të oqeanit. Nuk e di për çfarë ishte, a ishte për ta sfidu vdekjen, a ishte për ta sfidu presionin e detit, por një gjë e muru vesh edhe u kuptua që ato vdiqën atje poshtë. Pse? Përgatitjet e tyre nuk ishin aq, ato ishin më të sofistikuarat në botë, por për të hyrë thellë në oqeanin Allahu duhet hala përgatitje. Edhe vdiqën. Plasja një nga presionin i lartë i detit, se deti ka shumë presion, poshtë Allah i përshkruan Kur'an shumë bukur. Është errësirë mbi errësirë, kështu thotë. Errësirë aq e madhe në det, sa që thot njeriu dorën e vet s'u e shoh. A mund ta parmendoni? Ashtu e lem yeket yeraha, kështu e përshkruan Kur'ani. Thot nëse futeni në ato errësirat e detit që është shtresa, edhe ka val në thellësi to që ka val tjera, interesant. Këto Kurani i diskuton para 1400 vjetëve. Ama ne, cektësia jonë edhe interesi jonë i dobët për t'i zbulu këto gjëra kuranore, e bon të themi që çka që Kurani? S'ka. Kurani për disa njerëz mbaron në ditën e 3 të Mevludit, kur ja bëjnë Mevludin vdekni. Qash mendon se o Kurani? Për disa Kurani mbaron ke varët. Janë këndon një kul vallah, një elif lam, një amen e resul, mendon se Kurani që ajo komplet, për një të vdekën. Por Kurani diskuton thellësitë e detit, shtresat, që oqeanologjia, shkenca që merret me ulumtimin dhe zbulimin e fshehtësive të oqeaneve, para 50 vjetë i ka diskutuar këto, ose para hajta themi për inat, para 100 vjetëve. Kurani diskuton që 1400 vjetë, që na bën me dije dashur vëllezër, se ky Kur'an nuk është Kur'ani i Muhamedit. Ju e dini krejt, po e them për ato që erët. Ky Kur'an nuk është fjalë njeriu. Se në shekullin e 7 nuk ishte Muhamedi alayhis salam një herë ka pa detin, e dini? Jo të ketë hyrë det lart, jo, e ka pa si det, kështu, një herë në jetën e vet. E ku e mori vesh Muhamedi alayhis salam se thellësia e oqeaneve ka këto fshehtësi, ka dall, ka errësirë, ka shtresa, edhe ka errësirë aq të madhe thot në oqean, sa njeriu që zhytet në thellësitë e oqeanit nuk mund ta shohë dorën e vet nga errësira e madhe. Keni parasysh? Me thonë, sado që t'jetë errësira e natës në mal, në fush, kudo që t'jesh, edhe në shpellë me hiti pak dorën tënde mund ta shohësh. Në qansun e shohësh të dorën tënde. Këtë Kurani e përshkruan, interesant. Edhe shkenca thot po, e vërtetë. E në delni Kosovara gje, Amelika, ato, si e kanë ato disa, jo krejt,
Jo ka Zot, jo s'ka Zot, ato përmendohet. Çobanët e diskutojnë Zotin, stakfirullah. Çobanët janë më ndershëm, se ato marrin argument prej deleve, prej qumshtit, prej krejt. Ato njerëz të pandershëm, jo mirënjohës ndaj jetës që kanë, ndaj oksigjenit që e thit. Ne Allahu xhaleshan una përgatit për diçka tjetër dashur vëllezër. Në shumë sure në Kur'an, në shumë kaptina në Kur'an, Allahu muslimanët besimtarët normal që na nxitën që ne të studiojmë, të mundohemi, mos mbesim parazit, të jemi të parët, edhe pse kemi qenë një periudhë të parët, 600 vjet kemi qenë të parët, e dini, me shkencë, me medicinë, me mjekësi, me astronomi, me gjeologji, me oqeanologji, me busulla, me hartat oqeanike, me ndarjen e kontinenteve, krejt ba kemi bon hazën e Evropës, pastaj ato erdhën i murën, i ndryshuan emrat, i ndryshuan autorët, edhe u bën të parët. Edhe pastaj i vjodhën normal, krejt pasurit i vjodhën në Afrike, në Azi, në Arabi, edhe ndërtuan Vjenën, e ndërtuan Londrën, e ndërtuan Parisin, sot e kanë ndërtu Washingtoni, krejt me pasurit të vjedhura nga muslimanët. Ne e dim shumë mirë, alhamdulillah, këtë e përshkruan shumë bukur Alia Izetbegoviçi, që thot, o biri im, thot, Perëndimi kur nuk ka qenë i civilizuar, të dish këtë ajetët, mirë një lexoni librin e Alia Izetbegoviçit e ka Islam između istoka i zapada, e ka një libër, Islami mes lindjes dhe Perëndimit, do ta shihni si e shkruan edhe si e përshkruan Alia Izetbegoviçi civilizimin evropian. Se dikush mund të thotë, e dim këtë hoxhën e kuptoj pse ki e ka shumë inat Izraeli, nuk është punë Izraeli as Amerike. Është punë se ne më duhet t'u mësojmë gjeneratave tona, kur të shkojë ai në qendër të Vjenës, ose në qendër të Londrës, dhe të Parisit, dhe të habitet, dhe të mahnitet, me ato katedralet, me ato gradaçelet, me stilin gotik të vjetër, kur t'i shohë ato, me njerë t'i shkojë ndërmend se këto e bon krejt me gjakun dhe parën dhe pasurinë e muslimanëve, të dini, edhe të afrikanëve, që a vjedhen arin, argjendin, litiumin, uraniumin, e krejt mineralet nëntoksore dhe mbitoksore. Krejt janë me pasurinë e vjedhët, të dini. Se Evropa shpejt ka dalë nga Balta, mos them nga diçka tjetër, shumë shpejt ka dalë. Nuk mund bëhet një Evropë kështu që e shohim ne brenda një, as naft nuk ka, as gas nuk ka, vetëm me çokolada, milka dhe me sahata nuk mund ta bëjë gjithë atë ekonomi botërore. Ne dim shumë mirë. Andaj edhe ju t'u përcjellni nipnive dhe mbesave vazhdimisht, këtë ta kemë parasysh se muslimanët kanë qenë, po e kemi humbur busullën për një periudhë, e kemi humbur, ata e pranojmë, edhe kjo që e kemi humbur busullën ne, nuk do me thonë që kjo të na demoralizoj edhe ma kur mos i fërkojmë sin edhe mos qohemi, jo as njerë. Muslimanët, unë e kam thonë edhe vazhdimisht e thamë, muslimanët nuk janë të paaft, muslimanët nuk janë fukara, muslimanët nuk kanë koeficientin e inteligjencës më të ulët se Perëndimi, të dini. Muslimanët janë të përçanë, as gjë tjetër. Këtë mbajmë. Muslimanët vetëm janë të përçanë. Me thonë, vetëm muslimanëve hiqua përçarjen, e cila qëndron si shtek dhe si akull para nesh, edhe ne shkojmë një 100 herë më para se ato. E dini? Ato janë shoqëri qenshmo, ato e duan qenin më shumë se babën edhe nanën. Ato e duan masën më shumë se babën edhe nanën. Ato martohen mashkull me mashkull, ato martohen femër me femër. Ato nuk lahen ku e diun sa lahen. Allahu na rujt, mos i përbuzim halase. Çështu janë. Edhe ti si mund ti si musliman ta ulish vetëm para atyre, që ti je i vetmi në dynjë, që i lan jo fytyrën, por edhe këmbët në 4 gjimë të sabah, që se bon asnjë popull tjetër jo musliman. Këmbët e tua janë më të pastra se fytyrët e atyre, mos u mërzit, më të pastra, këmbët i lan, e falën sabahajn. Cili popull përveç muslimanëve në dynjë i lan këmbët 4 sabaherët? Në bezë, përveç muslimanëve. Asnjëri hiç. Atëherë mos e nënçmo veten, ne elhamdulillah ne abe mirë, komplet mirë jemi. Ne çfarë duhet bëjmë? Ne duhet të përmbahemi ajeteve kuranore kur Allahu na thot, a doni të shpëtoni? Po, bëni kët edhe kët. 5 kushte ka për shpëtu. Edhe kur i bëj çdo kushte nuk janë për ta fituar vetëm xhenetin, por për ta fituar xhenetin e dynjës. Çfarë duhet bësh? Ta heqësh inatin. Hiqe inatin nga zemra, kjo është shumë e rëndësishme. Hiqe inatin.
Çfarë më thoni inati? Hiqe xhelozin tënde pse vllau jot ka pak më shumë. Hiqe, largo. Hiqe smirën, hiqe zilin, edhe hiqe përgojimin. Këto si hiqen? Këto hiqen çdo herë kur të mendojsh të bësh apo të xhelozojsh, apo të bësh smir, apo të bësh inat, apo të përgojojsh, të shkojë ndërmend se je duke hangër mishin e gjatë të vllaut tënd, xhenazet. A do ishe pajtu? Asnjëherë. Stakfirullah, Zoti na ruaj. Asnjëherë. Këto neve na pengojnë, këto hiqi. Ka një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam dashur vëllezër, shumë interesant, që dikush ndoshta e merr pak si përfaqësor, i cili thot kështu, në xhenet inshallah të him krejt inshallah, krejt që kanë thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, bëjmë dua këtë ditë Ramazani, na shpëtoi madhi Allah. Në xhenet thot ka një lum. Sa hin thot besimtarët në xhenet, sa do him inshallah, ka një lum. Ky lum e ka emrin arabisht në hadith thuhet Nehrul Hayat, lumi i jetës. Lumi i jetës. Thot banorët e xhenetit, sa do hyjnë xhenet, do me thonë sa do hapot dera, se xheneti ka 8 dyrë, mvaret ka cilat derë do hyjnë banorët e xhenetit. Thot sa do hapet dera e xhenetit dhe të hyjnë banorët e xhenetit, nuk shkojnë më andej, do ballafaqohen më njëherë me lumin, me këtë lumin. Edhe te ky lum thot, patjetër të hyjnë krejt banorët e xhenetit, krejt. Pa marrë parasysh, krejt. Nivelet, shtresat, gradat që i kanë. Du të hinë krejt. Pse hinë, thët, ke ky lum? Pejgamberi sa thët, pse hinë? Ky është lumi i jetës, që me thonë, për ta filluar një jetë të re në xhenet. Ama pse duhet hinë? Thët, hinë se duke u shpërlar me ky lum, muslimanët xhenetlive do t'ju hiqet nga zemra dhe gjokset e tyre krejt ajo natyra e dynjans, karakteri i dynjans. Kjo është shumë e rëndësishme. Mund t'jetë edhe simbolike që ka thënë pejgamberi sa. Shikoni, thot ai karakterin, mendje që kemi dhe në gjokset dhe në zemrat tona do hiqet. Çfarë është ajo që kemi në gjokset tona? Inate, xhelozia, përgojimi, smira, pse ki ka ma shumë, pse unë kam ma pak. Do me thonë, në xhenet ma këto nuk do ekzistojnë, do hiqen komplet. Gil, Kurani përmendë me termin gil, ato që kanë në zemra e tyre nga jo rëndesa e dynjas, nga i karakteri, nga i uni negativ që ka mbizotruar dhe ka ekzistuar në dynja kur e kemi pas, sot kemi ata. Ta është mire mi besht. Vlajnë e gjelezon, e dini? Vlau, me qenë pak me iman të dobët, on gjendje që dëshiroj vlajt të stakfirullah dhe vdekje. Pas ka pas rast, vlaj ka dale ka vra vlajnë, ashtu, në dinjo e bankët. E dini pse po ato? Vetëm nga xhelozia, as gjë tjetër. Vetëm nga hasedi, xhelozia. E kjo thot do hiqet në xhenet. Nuk ka, që do me thonë, kur thot banori i xhenetit do ta shoh atë tjetër, vllajin ose kojshin ose doni tjetër, do e shohë se ka një grad, një shkallë më të madhe në xhenet. Keni parasysh? Në këtë dynjë ose e sheh që shokit ka blej një Mercedes 2025-s, pak do të thon pak lakmohesh edhe pak inat vin. Ndoshta jo pse ai e ka, por pse ti se ke, që i bie barabara, jo niso i bie. A kjo xhelozi interesant, ki inat në xhenet nuk do ekzistoje. Ashtu thot pejgamberi Allahut. E prandaj thot te ky lumi që do lahen dhe do shpërlahen krejt banorët e xhenetit, kjo vlen thot për ta hek atë xhelozin dhe inatin dhe smirën, të maqarllëkun për dynjan, dëshirën që ai tjetri mos ketë sa ti, zilin e suksesit të tjetrit, në xhenet të nuk do jetë. Do me thonë, kur banori i xhenetit do e shohë banorin tjetër që ka 7 gradë është më nalt se ti në xhenet, ti do të bëhet qejf, interesant, do kënaqesh. Ne edhe në këtë dynjë do njerë aktrojmë kurse kënaqemi pse ka ai tjetër e më pak në zemër,
au beki për ki është analfabet ki ka arrit ma shumë se unë me doktoraturja, ja ki ka fabrik, e ku e di une, ne këto dinjoj kemi. Ama kjo është natyrë njerëzore, edhe faji është 50%, nuk është 100%, sepse jemi njerëz, fundi. Por kjo edukohet, me islam, me iman, me namaz, me zikër, me kuran, me mbështetjen Allahun, me mbështetjen ato të dish dhe të jesh shumë i sigurt se risku është i caktuar. Allahu risku nuk i ka caktuar për secilin njësoj. Këtë ka bën me urtësi. E dini, me urtësi se risku në 1 milion herë kam përmendë. Risku që Allahu është shumë relativ. E kam përmendë bile indian që i bojnë ibadet lopës, sejdë i bojnë lopës, i ka bën miliardera. Nëse risku do ishte Nëse risku furnizimi do ishte me devotshmëri dhe me takva edhe me iman, shkijet nuk do duhesh të pi një pik ujë, jo një gotë, një pik ujë. Allahu do vandaluante trak, që s'kan thonë la ilaha illallah. Jo, Allahu është Er-Razzak, është furnizuesi, ju jep krejtve, po shkallë që njerëzit të solidarizohen mes vete, ta din vlerën e njëri tjetër, ta din vlerën e riskut e kështu me radhë. Kjo nuk ka lidhje me atë. Por ajo që e përmendas që thot pejgamberi Islam, do shpërlahemi në ujin e jetës, në lumin e jetës në xhenet, e dini pse e përmenda? Që nuk do të ketë xhelozi dhe inat në botën tjetër. E përmenda, vëllezër të dashur, pse ne nuk e bëjmë një provë, një test në këtë dynjë, ta ushtrojmë këtë ujin e jetës të shpërlahemi në këtë dynjë. I parasysh, nuk është rënë, mund ta bëjë secili musliman. 100% ndoshta nuk do ja arrijë, por ka mundësi të edukojë nefsin deri në atë gradë që të shpërlahet në ujin e xhenetit, që është këtë dynjë, që mos ketë pengesa në ujin e xhenetit të hijmë botën tjetër inshallah. Keni parasysh, pse se bëjmë në këtë dynjë? A mund bëhet? Po mund bëhet. Sa Allahu thot shpesh në Kur'an, wa ulaike humul muflihun. Edhe këto do jenë të shpëtuarit. E keni keni flami, ulaike ala hudan min rabbihim, wa ulaike humul muflihun. Këto janë të udhëzuar nga Allahu, nga Zoti i tyre, edhe këto janë të shpëtuar. Unë zgjodha një ajet tjetër në surën Hajj 78, të kështu. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Një monirë, se Kurani ka shumë monira, shumë metoda, shumë ilaçe, shumë recepte ka për të shpëtuar, shumë ka. Sidomos kur përmendën el muttaqinët, kur përmendën të devotshmit, me një sure ka tjera cilësi interesante është Kurani. Kurani është shumë i freskët edhe autentik, kurse me zbrit sot sava. Këtu në surën Hajj jep disa mënyra që është mënyra më kryesore për të shpëtuar. Thotë kështu: Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Jep disa kushte për të shpëtuar. Ne krejt duhem të shpëtojmë. Allahu mos lëft asnjë besimtar që ka thënë la ilaha illallah në xhenem. Allah inshallah jo inshallah. Aman derisa Kurani jep kaq rëndësi punës, dashur vëllezër. Derisa Kurani jep kaq rëndësi namazit. Derisa Kurani jep kaq rëndësi ibadeteve, përveç namazit, agjerimi, haxhi, zekati, sadakat, ndryshme, shahadeti, kështu me radhë. Atëherë puna nuk është edhe aq, nuk ka mbet vetëm tek la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Se ka një hadith që e transmetojnë tash, unë si hosh nuk jam ekspert i haditheve, se për të qenë ekspert i haditheve duhet krysh fakultetin special, apo stafat vetëm për hadithet. Nuk e kam hulumtuar këtë hadith të shoh, a është daif, a është sahih, do me thonë, a është i dobët, apo është i sakt. Por ka një hadith që thot, men kale la ilaha illallah, dekhale gjennet. Kush ka thonë la ilaha illallah, do hije gjennet. Amon hadith janë shumë i diskutueshëm. Shumë është i diskutueshëm. Bile thua që kur e ka thonë këtë hadith, sahabiu që e ka dëgjuar këtë hadith, i ka thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam, ata përhapi ja Resulullah, ka thonë mos e përhap shumë. Mos e përhap shumë.
Në fe nuk ka sekrete. Në fe s'ka sekrete. Të kishte në fe sekrete, Kurani dhe në zbrit të gjisëm ne me gjisëm Muhamedit a.s. Po Kurani u ka zbrit krejt muslimanë. Mirë një Kurani 114 sure, as gjon s'ka sekret. Krejt është e qartë. Krejt. Ato për të zbërthirë jemi o gjullarët, ka studios madhëndhejsën e, djetarë madhëndhejsën e, kështu me radhë. Por, Kurani është shumë i qartë. Më thonë, nuk është e puna vetëm të la ilaha illallah. Ajo është, la ilaha illallah është si leje pune. Këni parasysh? Kur e merë ke firma në Gjermani, ku e di unë ku shkon gurbet, është leje për, apo ke shtetin, në komunë, i kanë dhënë leje pune, ashtu? Ajo është leje qëndrimi. Aman, ti nëse nuk punon, nëse je kriminal në atë shtet, për 24 sahat nxjerrin prej atij shteti. Nxjerrin. Edhe la ilaha illallah është leje punë, është leje për të hyrë në Islam. E cila nuk të bën domosdoshmërisht banar xheneti, jo. S'bën, mos haro. Aman kanë thonë dietarët që ne mbas dikur, e shif muslimanë edhe njëherë sa parazit bëhet. O hoxha, a do him dë njëherë në xhenet, edhe nëse s'kemi bëha punë të mirë, edhe nëse nuk kemi falë. Të ngushton edhe të bënd të mendoj që ti e pak ke xheneti, ke dera ati, i ve vullet për në xhenet, ose për në xhenet. Ai do me thonë është në gjendje të rije një 20.000 vjetë në xhenem, aman pse ka thonë la ilaha illallah, e mban o muti të hije në xhenet një ditë. Apo njeri, pse ti duhet të bësh 20.000 vjetë në xhenem? Pse mendon kështu? Kjo logjike të menduarit është logjik parazitësh. A Kurani neve në thot wa antumul a'launa, ju jeni më të lartit. Ju jeni thot pastaj umeti më i mirë. Ju jeni umeti, umeti më i mirë. E umeti më i mirë nuk do të hije hiç në xhenem. Hiç nuk do të hije. Se të hije në xhenem. Se xhenemi është e di si e kufizon Allah, si e definon në Kur'an, dashur vëllezër. Thot, uiddet lil kafirin, kur e përshkruan Allahu xhenemin, thot, është i përgatitur për qafirët. Do me thonë, ti duhet bësh këtë dinjo, shumë punë qafirash për të hyrë në xhenem. Stakfirullah, Allahu na ruaj. Se kështu e përshkruan Allahu Kur'anin. Thot, është i përgatitur për kriminalët, është i përgatitur për qafirat, edhe është i përgatitur për munafikët. Asnjë formë tjetër nuk e gjen. Interesant. Asnjë formë tjetër nuk e gjen. A kur e përshkruan xhenetin si thot Kurani? Uiddet lil muttaqin, është i përgatitur për ata që u ruajtën, për të devotshmit. A ti pse do të jesh me ato qerët? Bëhu prej këtyre që thot është i përgatitur për të devotshmit. E kush janë të devotshmit? Në këtë rastet, Allahu e përmend në Kur'an surën Hajj, ja ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Nëse doni të shpëtoni o njerëz të kështu Allahu dhul xhelal, na thot neve besimtarëve, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, për ato nuk diskutoj, por jo besimtarët, ka shumë piqja, do hinë xhenet edhe ato, as do hinë xhenet edhe ato. Interesant pyetje bëjnë ndonjëherë muslimanët. Allahu shumë qartët, uiddet lil muttaqin, xheneti është i përgatitur për të devotshmit, për besimtarët që kanë thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, edhe kanë bën, çfarë kanë bën? Kështu thot ajeti, o ju që keni besuar, irkau wasjudu, kjo është më kryesore. Dashur vëllezër, as sa është ditë Ramazani, është xhumaja e fundit e muajit të Ramazanit. Jo që duhet t'u humbi dikuj shpresë, ma para, vallahi ladhim, i flas vetes. Nëse dikush prej muslimanëve, më them prej jush këtu, prej muslimanëve, mendon se do hije në xhenet pa namaz, halal i koft, atëre musliman tjerë që kanë lodhë shumë këtë e këtë. Stakfirullah. E them thojza, mëse mirëni, nëse dikush është ka shtrim, më thonë, të mendojsh që do hish në xhenet pa namaz, du që jesh tepër azgam, pelivan maj masën studeniqan. Shumë do t'jesh shtrim. Më thonë, krejt qere su në hi në xhenet pa namaz, që do hi, bravo bosi,
Pa namaz do të hish në xhenet. Allahu e ka përmend edhe në Kur'an, edhe pejgamberi përmend, thotë namazi është shtyllë e feje, shtyllë. Keni pa deri ndërtesë të qëndruaj pa shtylla, pak si në vazhdu e sapi. Unë s'kum pa, ku di, ai që mendon që do hinë në xhenet pa namaz, ai mund të ketë pa në një film, do një ëndër. Allahu çfarë thotë? Ke fundi ajetit i sa bukur e përshkruan. Nëse doni të shpëtoni. Kur'ani është be? Kur'ani është. Ju kam thonë, jashtë Kur'anit 0% nuk do argumentojmë asnjë gjë, inshallah. Allahu mos e boft, do komentojmë diçka gabim ose jashtë Kur'anit. Thot nëse doni të shpëtoni, la'allakum tuflihun, nëse doni të shpëtoni, bëni kështu thot, bile përmenden edhe formën e namazit. Dikush që thot kush na ka mësuar neve të bie në ruku dhe sejdë. Thuj, në Kur'an përmendet, jo në hadith. Se dikush na shan hadithin, kanë dalë disa njerëz të mençët. Shumë. Në Kur'an thuj përmendet, irka'u wasjudu. Bani ruku edhe sejdë. Allahu na mësoi rukun edhe sejdën. Subhana rabbiyal azimin. Edhe subhana rabbiyal a'lan na mësoi Muhammed Mustafa. Elhamdulillah që kemi pas dhe që kemi. Allahu mos na ndaf prej zemrave inshallah. Ai na mësoi kur e kam pyet ja Resulullah, si të themi, çfarë themi në ruku? Ka thënë thuaj subhana rabbiyal azim. O ja Resulullah, çfarë themi në sejdë? Thuaj subhana rabbiyal a'la. Bile ka thënë edhe dua tjera, por ne që mos ngatrojmë shumë, e kemi bë si paket origjinale subhana rabbiyal a'la. Do thonë Allahu na mëson. Shikoni ajetin me çfarë fillon? Ajetin e fillon me ruku dhe sejdë. Të dini. Ajetin e fillon me ruku. Do të thonë, nuk ka shpëtim pa ruku dhe sejdë. Pastaj shikoni çfarë renditën mbas namazit. Wasjudu wa'budu rabbakum, edhe adhuroni Allahun tuaj, adhuroni, do të thonë edhe me ibadete tjera, jo vetëm me ruku dhe sejdë, edhe me ibadete tjera. Waf'alul khaira, edhe bëni punë të mira. Do të thonë, namazi me punët e mira është si trupi me shpirtin, nuk mundet njëna pa tjetrën. Vetëm namaz edhe në gjumë. Këtë se pranon Allahu, të dini. Allahu parazitizmin nuk e don. Këtë na bën me dije. Nuk e don Allahu parazitizmin. Unë e gjënoj, a bon si gjenazi, unë kështu, unë falem. Edhe çfarë produktiviteti ke don kësaj shoqërie? Ti jetojsh 65 vjeç, 70 vjeç, edhe mos të ketë pa askush hajri, ko të jetu, vallahi. Kot hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, khairu nasi men yanfa'u nas, njeriu më i mirë në këtë planet, dini kush është? Ai që është i dobishëm për tjerët. Nëse si i dobishëm për tjerët, ti je parazit si krejt kafshë tjera. Dikush duhet ta ketë pa hajri. Jetoj, shkoj, vdiq, askush se më urvesh, ni llaf, ni azhan, ni punë të mirë se ban. Pse? Edhe kafshë tjera ka, dele ka më shumë. Që bëjnë fëmijë. Don kjo është, shkoni Allahu si sa bukur i ka lidh namazin edhe punët e mira. Nëse është e kundërta, edhe këtë edhe përfundoj se jeni dhe agjerueshëm, jemi krejt. Nëse është e kundërta, do me thonë, bëjmë vetëm punë të mira, nuk falim namaz. Çfarë do ndodhi? Ka ajet kuranor. Nëse dikush është interesuar për këtë ajet, mbas gjumon ja gjen ajetin në cilën sura është. Thotë, këto që bëjnë vetëm punë të mira, edhe vdesën pa namaz, në botën tjetër, këto punë të mira, Allahu do i grumbulloje, di thotë ati që ka bërë punë të mira, ai shef, po, s'u i shoh më, zarmit edhe pluhur e hej. U sos puna jo. Ai pa knaqu, se mos u i shoh. Kjo puna jote. A be s'ka pa namaz, kot. Edhe pa punë s'ka. A vetëm punë pa namaz, asgjë hiç. Namaz edhe punë. Shkoni si waf'alul khaire. Bani punë të mira, edhe ma punë çfarë thotë? La'allakum tuflihun, nëse doni të shpëtoni. Ndryshe s'ka. Allahu na rujt inshallah, Allahu na fal inshallah, Allahu na bin zemrat tona ti kuptojmë këto elemente kuranore ashtu siç kërkon edhe lip Allahu xhaleshanu, Allahu kabul agjerimin, namazet, zikret, hatmet tona, kelimet tauhidet tona, çdo punë sadaka që i keni dhënë dhe që i jepni, sadakatul fitri që do ta jepni inshallah, Allahu ne pranon gjithë inshallah, edhe lusim që edhe shumë Ramazane tjera të mbrim gjallë, shëndosh bashkë ne edhe me familjet tona dhe me më dashurit tonë.